Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin për ditën e sotme, por edhe për gjithë javën vim, gjithashtu edhe trafikun deri në këto momente në kryeqytet. Nisim fillimisht me motin dhe me temperaturat për ditën e sotme sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Sot qytetet specifikisht paraqesin këto temperatura. Vlerat minimale: Bajramsuri 18 gradë, vlerë maksimale 36 gradë, Kuksi 19-36, Peshkopia 18-36, Shkodra 24-37, Lezhë 23-36, Durrësi 23-37 dhe Tirana 24 gradë vlerë minimale, 37 gradë Celsius në vlerën maksimale. Ka një ndryshim të vogël sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak dhe platformës globale meteorologjike AccuWeather, sipas së cilës temperatura minimale regjistruar gjatë ditës sotme në kryeqytet ka qenë 20 gradë Celsius, ka një luhatje të vogël, ndërkohë që për sa i përket temperaturave maksimale janë pak a shumë në të njëjtën vlerë. Shohim edhe qytetet e tjera me radhë, dhe më pas bëjmë edhe parashikimin për ditët në vim. Qytetet e tjera: Elbasani 22-37, Berati 20-37, Fieri 25-38, Korça 19-35, Gjirokastra 19-38, Vlora 23-36 dhe Saranda 24 gradë në vlerë minimale, 36 gradë në vlerën maksimale. E njëjta situatë atmosferike pritet të jetë edhe në ditën në vim, ndryshimi vetëm nga dita e dieshme me ditën e sotme është që në vlerën minimale mund të kemi një rënje temperaturave me 2 gradë Celsius në orët e para të ditës, ndërkohë që në vlerën maksimale mund të kemi një rritje temperature me 1 gradë në krahasim me ditën e dieshme. Nesër do të jemi po ashtu në të njëjtat kushte atmosferike me temperatura minimale 20 gradë dhe në vlerën maksimale 36 gradë Celsius. Ndërkohë, ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë do të jemi po në të njëjtat vlerë atmosferike dhe të premten pritet që të jetë dita më e nxehtë e javës. Pra e njëjtja dhe e premtja janë parashikuar si dy ditët më të nxehta të javës me temperatura që do shkojnë deri në 40 gradë Celsius. Kështu që për gjithë ata që kanë premtuar pushimet, siç e kemi thënë, gjatë javës fundit, për javën e fundit të muajit gusht, mund të bëjmë pushimet e qeta sepse temperaturat, sidomos gjatë fundjavës, duke nisur që nga e njëjtja e premtja, do të jenë më të larta se që jemi mësuar gjatë gushtit. Ndryshimi vetëm gjatë kësaj jave, në krahasim me javën e kaluar, është që do të kemi pak një mot me, s'është as vranësirë, por nuk do të kemi të njëjtin, mund të kemi më shumë mjegull në gjithë territorin e vendit, e çuditshme në fakt. Por ndoshta është normale për këtë periudhë të vitit që jemi. Ky ishte parashikimi i motit. Vlera më e lartë pritet të regjistrohet gjatë mesditës në orën 14:15 në kryeqytet, ndërkohë që vlerat atmosferike do të jenë mbi 30 gradë deri në orën 19 ditës sotme. Duke nisur nga ora 10 e ditës deri në orën 19 të pasdites do të jemi me vlerë atmosferike mbi 30 gradë Celsius. Shohim shkurtimisht tani edhe trafikun deri në këto momente në kryeqytet. Jemi në javën e fundit të gushtit dhe besoj që kjo është java e fundit pa trafik. Me që jemi mësuar, do kemi pastaj me nisjen e shtatorit një rikthim të trafikut dhe të fluksit madh të mjeteve. Por, shijojeni edhe këtë javë të fundit pa trafik në kryeqytet, siç e shihni edhe nga harta, pjesën urbane të kryeqytetit nuk ka shumë lëvizje, përveç se pranë fabrikës Miellit, që është segment problematik në fakt, nga Ysberishti në drejtim të fabrikës Miellit, nga edhe rruga e kombinatit në drejtim të fabrikës Miellit, ka pak trafik nga rruga Besimalla, kthesa e rrugës Besimalla, Pallat e Veçabej, deri tek kryqëzimi të rrethrotullimi i fabrikës Miellit. Pjesë tjetër problematike në kryeqytet është edhe rruga Ura, ndërkohë që shohim hyrjedaljet në Unaz janë të lira, si rrallë ndonjëherë, kemi një muaj e gjysmë, 2 muaj gati që janë të lira, me rënien e aktivitetit institucional, me mbylljen e shkollave, nuk kemi pasur aq trafik sa që jemi mësuar gjatë muajve të tjerë të vitit në kryeqytet. Rruga Ura është problematike, siç e shihni ka pasur, është shumë problematike. Pra qytetarët që vinë nga rruga Arbrit, nga zona veri lindore e Shqipërisë, nga Dibra, Bulqiza, nga gjithë Dibra, nga Bulqiza, nga Peshkopia, nga Burreli, që vinë në drejtim të kryeqytetit, në rrugën e Arbrit janë hasur me një trafik të madh për shkak të fluksit të mjeteve që përqendrohen në hyrjet e kryeqytetit. Pra, gjithë rruga e Arbrit është pa trafik, kur vinë në kryeqytet, hyrja e kryeqytetit është problematike shumë dhe segmenti aty është shumë problematik, siç e shihni, edhe pse ora është 9:20 minuta, ka filluar bllokimi i segmentit edhe përqendrimi i mjeteve
që prej daljes të rrugës Arbrit e deri në rrugën Ura, në kryeqytet pranë Shkodrës Bashkuar që njihet ndryshe. Shumë segment problematik edhe me fluksin e qytetarëve që kanë lëvizur gjatë fundjavës e që kthehen në kryeqytet për aktivitetin e tyre normal është problematike. Kemi gjithashtu edhe në Paskuqan, pranë kthesës për te ure Paskuqanit që futesh në Unazë të Madhe, gjithashtu edhe në daljet të Tiranës pas ka goxha trafik. Sot ndonë se është ditë e hënë, trafiku është përqendruar që në hyrjen e tunelit që merr drejtimin për tek i sheshi Shqiponja, rruga nga kthesa e Astirit, por në Unazë të Madhe, e deri sa futesh në autostradën Tiranë-Durrës, deri sa futesh te mbikalimi i Kamzës, ka trafik mjetesh. Pra ka fluks në dalje sot, pas ka goxha fluks në dalje, e shohim edhe për gjatë autostradës Tiranë-Durrës, në kilometrin e parë, në kilometrin e dytë, ka fluks mjetesh dhe deri ku shkon? Shkon ka pak ndalesa edhe tek kthesa e Rinasit edhe gjithashtu tek kthesa e Kashar Thumanës. Kjo është situata, me sa duket sot do të kemi flukse, ndoshta gjithë kjo javë e fundit do të jetë me fluks mjetesh, cilat shkojnë në drejtim të plazheve kryesisht, por edhe të qyteteve të tjera, pra dalje nga Tirana, jo hyrje. Dje kishim hyrje goxha, tani prapë kemi dalje. Me trafikun e mbyllim këtu koha për të zgjuar për ditën e sotme, koha për të zgjuar i kthehet sërish nesër në orën 7:00, ndërkohë që ne do të jemi sërish bashkë vetëm pas pak me edicionin e shkurtër informativ.